Jozi paralajmëron. Kush më njollosi, do përballet me mua sy më sy. Ish banori i Big Brother VIP Albania, Joz Marku, ka hedhur dritë mbi videon virale ku shfaqej duke u përqafuar me reperin Stresi, duke lënë të kuptohet se mes tyre nuk ka thjesht miqësi apo bashkëpunim artistik. Gjatë kohës së qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Jozi u përball me kritika të ashpra, sidomos pas konflikteve me banor si Gjesti. Ndër ata që reaguan publikisht ndaj tij ishte edhe vetë Stresi. Por disa javë pas përfundimit të rrugëtimit në reality show, një video publikuar në rrjetet tregonte Jozin dhe Stresin në një moment të afërt, ku Jozi i kërkonte një puthje reperit, skenë që shkaktoi shumë diskutime. I ftuar në emisionin Kosov Show, Jozi sqaroi se nuk bëhet fjalë për miqësi apo pajtim klasik. Djali është artist, është djali i mirë, i shtëpisë së mirë. Gabon si të gjithë, por nuk është mirë me gabu me mu, u shpreh ai. Kur u pyet për domethënien e kësaj deklarate, Jozi shtoi: "Do e marrësh hakun tënd, si për mirë, si për keq. Nuk është vetëm për keq kjo." Ai mohoi mundësinë e një bashkëpunimi muzikor me Stresin, duke nënkuptuar se takimi ishte një lloj përballjeje për të vënë në vend drejtësinë, siç ai e quan. Këta pseudoartista që kanë guxuar të njollosin imazhin tim, herët avon do përballen me pasojat. Sqarimi do ndodh, theksoi Jozi. Në fund, ai paralajmëroi se do takohet me të gjithë ata që sipas tij e kanë sulmuar padrejtësisht gjatë pjesëmarrjes në Big Brother, për të përballur sy më sy dhe për të kërkuar llogari. Abonohuni në kanalin ton për të marrë lajmet e fundit nga showbizi shqiptar.